Për lajmet e fundit ju keni portalin larmi.net. E ne vazhdojmë me materialin e parë për sot, ku e ftuar është Shyrete Behluli. Ajo vjen në një intervistë për Mirash ku tregon disa detaje nga martesa e saj, çfarë ka veshur ajo në mbrëmjen e maturës, si e thërret nusja e saj, raportet me lartën dhe çfarë ndodhi që ja anuluan dasmën në momentin e fundit. Këto dhe shumë detaje nga jeta e saj artistike i kuptojmë bashkë në vazhdim. Prej disa dekadash pjesë e muzikës shqiptare, Shyrete Behluli po vazhdon të jetë akoma shumë e pëlqyer nga publiku. Gjithmonë besnike stilit të saj muzikor, teksteve me mesazhe, ajo është përkushtuar shumë mirë ndryshimeve që ka pësuar muzika dhe shijes së publikut, duke ruajtur origjinalitetin. Vitin që lan pas, Shyrete solli një bashkëpunim me reperin Goldegjit, të cilin nuk e priste askush, por që doli të jetë shumë i pëlqyer, e duket se suksesi i duetit të parë i shtyri ata të realizojnë edhe këngën tjetër, Motër e Valla, i cili u publikua para pak ditësh. Me Goldin e patëm këngën vitin e kalon, kemi pas këngën Dashnia e Nanës, ka qenë dëshirë e Goldit me bashkëpunu me mu. Drejt me thonë, pak me rezerve kom pranu, po më pëlqej këtë tema e këngës, edhe thash, po, do të kënojmë bashkë. Kënga shumë mirë doli, u prit shumë mirë. Mandej, këtë këngën tash, Vëlla e Motër, kjo ka qenë ide e imja. Edhe unë i thash, son Arjan i thamë, thash Arjan e kom një temë, thash mu po më pëlqen shumë, thash do ta bojmë bashkë. Edhe i tregova, tha po valla dhe mu po më pëlqen. Thash qërë unë po të kallëzoj, thash ti Motër nuk i, tha jo i kam qikat e agjës. Okej, thash Motër nuk i, thash ti nuk e din që sho dashnia për motrën, thash unë e kom vllazën, edhe motra. Ka qenë një mesazh, e bënëm këngën, melodin, Goldi e ka bo, edhe tekstin, unë i kom thonë ti duesh me shkru, që shtu duesh me, unë e po të kallëzoj qysh është, e ti ma ndej vargjet, thuri, më ka pëlqy shumë teksti kur ma ka të regu, edhe melodia më ka pëlqy me Don Arbasin që e kanë bo. Me bashkëpunimin me Goldegjit do ta përmbyll verën Shyrete Behluli deri në vjesht, e për adhuruesit e saj, fatkeqësisht këtë vit nuk do të ketë album nga ajo, siç jemi mësuar gjithmonë. Kësaj herë zbesoj që të bëj album, ndoshta 2-3 këngë po, se këngët sado që janë të mira, nëse nuk po filmohen, nuk po editohen si videoklipe, po jesin pak një hije, pak anash. Edhe më dhimen shumë këngë, jo që si janë dëgju shumë, po t'ishin kon klipe ato sigurisht edhe ma tepër do t'ishin dëgju. 10 vite më parë, ajo dhe Mahmud Ferrati bashkuan forcat për të sjellur disa duete rresht, të gjitha shumë të pëlqyera nga publiku, e pasi vazhduan me këngët solo, publiku u bë kurioz të dinte se pse nuk po këndonin më bashkë. Nuk e kemi ndërprej për asnjë qëllim, na prap me Mahmudin punojmë, kemi darsma me Mahmudin bashkë. Mirë po, para 10 vite kemi fillu bashkëpunimin me Mahmudin. Edhe është konsumu bashkëpunimi, janë konsumu këngët, si duet. Nëse do të vjen një ditë një këngë shumë e mirë, do me thonë, e stilit si kemi unë e Mahmudi këngë, do ta bojmë pa tjetër. Mirë po bashkëpunimet tjera cilat i ka pasun, përja se kanë qenë temat ndryshme që kom zgjedh bashkëpunëtorët. Se e kom cek edhe njerë, po e cek edhe tash, këngët nuk bën për hatër, për shoqni. Allah e kam kolegë, punoj shumë vjetë me to, duhet pa tjetër me knu jo. Me kohën duhet me hecë, me përcjell tregun, me përcjell këngët. Se na kemi të keqe me Mahmudin absolut, na kemi dashma pra, baret këtë për kërkesës të dasmorëve, për kërkesës të organizatorëve, të koncerteve. Kjo është biznes. Pjesëmarrjen në për festivale ku këndohet live, shumë artiste e shfrytëzojnë për promovim, por Shyreten nuk e kemi parë kur në një të tillë, e ajo tregon edhe arsyen pse. Jo, është një natyrë krejt e këngës që edhe t'ishte natyre imja, s'kisha me marrë pjesë. Festival asnjëherë. Pse nuk janë drejt. Nuk janë
për atë arsye. Kështu është shumë keq se jo tash unë, se e kom dëshmu vetën ndoshta që sa vjetë kënoj, po flas për këngëtarë të ri, ndoshta shumë me dëshirë, shkojnë mandej shumë zhgënjehen kur përfundon festivali, se shihen gjana që nuk janë tamam sinqerta. Kështu që s'jam konë interesu mas njëherë kur për festivale me marrë pjesë. Jo, me garu s'kisha me garu, kisha me shku si mysafire me nëj festival, me knu, po, si mysafire, për ndryshe me garu jo as njëherë. Edhe këtë verë, si herat e tjera, datat për dasmat ku të këndoj Shyretja janë mbyllur. Madje ajo, qysh tani i ka të rezervuara dasmat edhe për 2018. Po mirë, i kemi mbyll, ka dasma, boll inshallah që ato që janë kalojnë mirë, mos mu dëshpëru njerëzit me neve që na kanë thirrë 1 vjeta 2 ma herët na kanë rezervu. Ajo është stresi më i madh dhe edhe ngarkesa më e madhe për një këngëtar, flasin përgjithësi për një darsëm. Duke qenë se ka shumë dasma gjatë sezonës, padyshim ka dhe momente interesante. Unë nuk ka ndodhur asnjëherë me anulu një darsëm. Shqyr që s'm ka ndodhur se mundet jo me anulu, ka ndodhur kur më ka vdek gjyshja, qatë ditë kum pas me knu, edhe më ka dashur më thonë motrave Mustafa, ato kanë shku kanë knu në vend tem. Kum tregu dasmorit që çështo e kom rastin, edhe pa problem, kanë shku motrat, kanë knu për mu, të njëjtën edhe unë e kom bo për ato, ju ka ndodhur rasti i njëjtë. Janë ato momente, ato raste kur s'mundesh me ju ikë, do me thonë aty për aty. E me anulu të tjerët i kanë anulu, ka ndodhë. Për shembull, ka ndodhur një rast në Ferizaj që do ta përmeni që se kun përmen asnjëherë. Ka dikun ka Ferizaj. Thot, së bashkëshorti është, do me thonë, e lunë rolin e menaxherit tem. Gjitha punët ai i kryn. Kishmi me shkundarsëm edhe e thirra i dasmori, thot, e kum anulu, thot, darsmen, thot, se një nda qifti, nusja me djalin. Edhe Luli, thot, po mirë, thot, tani po m'vjen keq, thot, inshallah janë ata shnosh. Çka me ba? Thot, jo, valla, thot, jo nda, se bëj darsmen hiq. Edhe ato në moment fundit na tregon. Edhe okej, jo nda. Kur ai tash, dasmori, kur e ka thirr Lulin, ju ka ngatru numri i telefonit, në vend si mi thirr Tupangjit, e thirr Lulin. Edhe i thot, hej, thot, a jeni të ardhë, a jeni ju Tupangjit? Thot, a jeni të ardhë që ka qora? Luli e di numrin e tjenje edhe e thirr. Thot, mirë, thot, a je, thot, te filani? Thot, po, thot, e Tupangjit për ka një ki? Vallaj, po që nuk e di, thot, pse bërbur për ju thirr keq qiftit, po thuj jo nda, thuj valla nuk po moj, s'po ka mundësia, edhe s'është në rregull në momentin e fundit se ta nxen datën që ke pas kërkesa tjera dhe ajo bllokohet. Po s'paku ma mirë më konë ma korrekt, me thonë, po më vjen shumë keq, nashta dyqysh muna me ta kompenzu, po për momentin që shtu o puna e me rejt. Dhe me thonë që kjo na ka ndodhur. E pas sezonës së verës me dasma, me njerë fillon sezona e koncerteve në diaspor, ku po thuaj se çdo fundjavë Shyretja duhet të udhtoj drejt vendeve ku ka shqiptar. E kjo gjë përveç fitimeve është shumë e lodhshme për një grua. Valla bre butrit ka njerë thamë pe i gurit ish në konë. Nuk e di, është shumë e vërtet që po thu se është lodhje. Po kur e shoh Sabri Fizullahun, 70 vjetë, s'nalet kur, e që se dallon pak gjinia, ka do përparsi. Tham jo, valla duhet hala dhe na mës më dorëzu me punu. Edhe pse ti ki qef nashta kur shëndetis, s'ki qka me ba, mirë po qëndrojmë mirë, unë mendoj që s'pari dëshira për kangën t'jep fuqi. Kuptohet që na punojnë për pare, se krejt punojnë për pare, edhe na punojnë si çdo kusht tjetër. Po, do shta kom fillu kangën për dëshirë, për qef që kom dasht, për pasion, jo, s'ko menu që një ditë ka me egzistu për i kangës. Do shta ajo manë që m'ka met ajo, është fiksu që unë gjithmonë duhet mu konë veç mirë para publikut, mandej anë tjera me këqyrë. Edhe
Ajo edhe mendoj që ajo është, ndikon që nuk lodhna, nuk pritoj, ndonjëherë me pritu, po shumë rrallë, me qef shkoj. Edhe faleminderit që po më ndojnë, po më përcjellin edhe gjeneratat e reja, edhe gjeneratat më të vjetra. Tash ti sa do të zgjatë sa më ka dhënë Zoti shëndet, aty nuk di. Para pak ditësh në Instagram, ajo ka publikuar një fotografi të djalit të vogël, i cili festoi mbrëmjen e maturës. E kjo gjë sot është bërë shumë e rëndësishme, por si është dukur shyretja në këtë ditë dhe çka ka veshur ajo, na tregon me shumë nostalgji. Mbrëmjen e maturës kur e kom majt unë, jo në marë me neve çka ki me vesh, bënë si më kanë shumë në shku, jem konë ma e lumë të ra në botë. Se jo konë tjetër kohë atëherë dhe nashta nuk i kanë dhënë shumë publicitet dhe rëndësi mbrëmjeve si kur tash. Më thonë, në zonë sa të po, shkolla, mirë po prind. Më marë si kur tash që shmirën kur të martohen nuk mirën ma shumë se sa për mbrëmjet maturës. Kom shku në mbrëmjet maturës edhe ato ja kom lip një fistan një shoqës temës. S'kom guxu me lip postan me vesh, se të isha më thojnë jo, bile më si më lëshun me shku, familja, thash one ma e lumë të ranë bot jam, edhe e kom vesh një fustan, i bukur u kanë, treja jemi kanë të mira vetë, jemi knaq, tash është pak ma ndryshe, shumë ma të kompleksum, po kompleksohen prind, po stresohen prind të i pa fëmijët, nuk i di mu, po mdo këtë e tepër pak. E një nga ngjarjet që nuk harrohet asnjëherë për të, është dasma e saj, e cila qysh atëherë kishte shumë vëmendje për një arsye të çuditshme. Kur jam martuar, me thonë jam martuar të vetenitën, atëherë mas demonstratave. Edhe gjatë demonstratave u shkepën fjalët, i kanë mytë në demonstrata Shyretën edhe Shkurtën. Se kënë ishme nga kongë atëherë ishte repertuari pak, ma ndryshe. Edhe kur u martova unë, po du jedhë, pej mushtishtit, një vend pak ma i lartë, që s'kishmi shumë komunikim, që jo si kur tash. Edhe kur kanë ardhë me marrë nuse mirë balë, me kjerë, me krejt me adet, kur kom shku, po du jedhë, sa me thonë tash, sa prej këtu e dejte pejton poshtë ka qenë 2 anë të rruga me njerëz. Që kanë dalë me më prit, me më pa mu, që po vjen Shyretja nuse, tash kanë thonë që shtu, tash njerëzit për i kurreshtjes, a është e vërteta, që ka mundet mu kanë. Edhe kur shkova, unë e pisho, thash që ka po ndodhë, me këta njerëz në rrugë që kanë dalë s'pedi, që kanë dalë për mu. Shkum në bardë të shpis, kur jenom aty plot, s'mu keme hi kjerri për i grave. Metan midis, as mu ishin me qelë derën për i grave, me më qitë me më palu, që shukon adet. Dhe vjerri, ndjeri e nëzor revolën për para kër i kanë marrë nusët edhe tash është me kërsit, me gjujt. E nëzor Altin edhe gjujti 1-2-3 herë. Edhe gratë nisen ka pak adeu, që ka po ndodhë, nisen mu largu, me malshu udhen, me më qitë dejtë shkallët mu me më pa. Po atëherë, jo që s'ka pas kamera, nashta rrallë ka pas dikosh ose, po nuk kam naj inqizim diqka me pas kujtim, ose veç për kuriozitet me qitë. As që komendu, qysh ka mu do, qysh ka me më prit mund po do jevë kër jam martu. Tash ton ditën mu i me thonë ty ose ati kërkush zbeson pa edhe po. Po, ishte koha atëherë pak ma njerëzit ma kureshtarë dhe ka bot veten edhe ajo. Respekti që Shyretja kishte për vjerën e saj të ndjerë, tash po i kthehet nga nusja e saj larta. Unë i kum pas shumë të mira raportet me vjerën, edhe po më do këtë që ashtu i kemi edhe unë me nusën. Që i kum pasun me vjerën, shumë të mira. Edhe pse ajo s'ka jetu gjatë me mu mas 5 viteve që jam martu, ajo ka vdek. Po për që ato 5 vite sa kum jetu me vjerën, s'muj me thonë si nanë, se nanë nuk më bot, po e kum konsideru ndoshta s'dijas vetë me tregu. Po e njejta po më përsëritet me nuse, ndoshta se qatë shumë e kom deru vjerën unë, ndoshta po më kthejet edhe mu prej nusës. Edhe nuk ish ma mirë se me pas raporte tilla, dhe uroj që t'na zgjasin ton jetën kështu.
Qysh prej martesës së djalit, Shyretja jeton bashkë me nusën, duke ndarë kështu të gjitha momentet familjare së bashku. Na bashkjetojmë, dhe me thonë, ajo e ka privatësinë e vetë, apartmanin e vetë, mirë po drekën, darkën, i kemi bashkë. Se dhe ajo një vetin pak ma rahat me pas ambientin e vetë, ma intim, po edhe unë me familje. Dërsa jemi bashkë me biznese, me pune, me kret jemi bashkë. Në tradita tona, zakonisht nusja është ajo që kujdeset për ushqimin dhe pastërtinë e shtëpisë, por në shtëpinë e këngëtares, a respektohet kjo tradit? Kush po mujna? Cëlla është, cëlla tjetë në shpe. Që ajo që tjetë? Po qërtash është pak ma ndryshe, se s'po gatu në kërkush. Kur gatuj jonë. Qikat edhe nusja janë pak ma treja, s'ka nevoj ato me gatu. Po pun t'i bojmë bashkë. Kush mundet, kush ka kohë ma shumë, cila është ma e lirë. E kemi edhe një ndihmëse që vjen me na ndihmu, edhe po kalojmë shumë mirë. E publiku është shumë kurios të di se si e thërret Larta Vjehrën. Mami më thirë. Edhe unë si kom thonë me më thirë, po e më ka thirë vetë, edhe po më pëlqen që po më thirë ashtu. Te a përthirë nuse? Jo, ne, me në thirë, jo, nuse, jo. Unë asë njëherë nuk e kom trajtu si nuse, asë nuk me ndoj me trajtu kur. Me thonë tash kjo nuse, kjo du të mi bo do gjana, asë njëherë me ndoj gjithmonë të qikat e mija. Me ndoj se qika jam o dikun e martume edhe qysh kish më konë. Edhe me njëherë e konsideroj qashto. Kur vi kështu musafir, për të kanarë mëse që martu. Po. A je një krenare që e kemi nuse si Larta? Shumë. Jo për me pa, se pamjen e ka gjdo kush atë që e ka. Mirë po, Larta ka një edukat jashtëzakonshme. Ajo më banë shumë muni e lumtur, se respekti është mbi gjitha. Edhe kur vjen mysafirët, e buzëqeshu një pret, e buzëqeshu një shërben, për mua ajo është shumë. Larta aktualisht është në pritje të fëmijës së parë, por deri tani nuk ka bërë publike asnjë detaj të shtatzënisë apo gjinisë së foshnjës. E këtë sekret po e mban edhe Vjehra. Qëra, unë e flas veç për veti mu i me të dhanë informacion. Për dikant tjetër s'kam drejt me dhanë informacion. Nashta Lartës nuk i pëlqen me bo publike unë, jo që se dim, se na gjitha i dim, se jemi normal familje, po nuk kisha me bisedu rreth kësaj teme. Shumë mirë, shumë. Qka të falë, Zoti veç i shnosh le tjetë, për këta është fëmija i parë, është me rëndësi mu kanë fëmija i shnosh, që ajo është, qka të falë, Zoti. Pasi nuk na dha asnjë informacion rreth shtatzënisë së nuses, të paktën t'i tregoj publikut se si po ecë shtatzënia, që të gjithë të flenë të qetë. Veç pa merak rejnë se shumë mirë. I bajnë darka, të dreka, risa rinë shkojnë shpia të